Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Bota ka ndryshuar shumë në 4 vitet e fundit, madje ka ndryshuar aq shumë sa edhe më shumë se sa 30 vitet përpara këtyre 4 viteve. Po si ka ndryshuar? Rusia ka sulmuar Ukrainën dhe e mban të pushtuar. Zjen lufta dhe situata në lindjen e mesme, luftra ka dhe në Afrikë. Pra, ajo që ne menduam me rrëzimin e murit të Berlinit, që quhet fundi i historisë, e cilësojnë disa politologë, nuk është më ashtu. Ne mendonim se bota do bashkohej rreth demokracisë edhe vlerave të kapitalizmit, të tregut të lirë, por nuk ndodhi kështu. Sot ne jo vetëm nuk i kemi këto, por kemi një fenomen tjetër. Bota nga unipolare tashmë po rrëshqet edhe demokracia e saj. Por ajo që është më rëndësishme, mendoj që në 4 vitet e ardhshme mund të ndryshojë rendi i ri botror. Ky është një konkluzion i politologëve që nga një anë duket si i frikshëm, por nga ana tjetër të gjitha shtetet, të gjitha vendet duhet përgatiten për këtë rend të ri botror që askush nuk e di me saktësi se si do jetë. Por si do jetë dhe çfarë parashikojmë për shqiptarët, dhe kur them për shqiptarët e Shqipërisë dhe shqiptarët e Kosovës. Për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje dhe jo vetëm, unë kam kënaqësinë të kem një personalitet në fushën e sigurisë, në fushën e diplomacisë dhe më gjerë, Visho Ayazi Lika, me 2 statuse të ambasadorit të Shqipërisë në NATO për 5 vite dhe drejtuesi i Shërbimit Informativ Shtetëror po për 5 vite. Kam kënaqësinë ta kem zotin Visha në emisionin Dekalog. Zoti Visha, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit për ftesën. Unë nuk e dija që mund të intervistoja një ditë. Sinqerisht. Por të prezantoj me 2 detyra, sepse detyrat nuk t'i fshin dot njeri. Ndërsa si ekspert mund të themi eksperti Visho Ayazi Lika. Kjo do ishte shumë pak. Dhe prandaj unë e vlerësoj shumë pranimin tuaj në studio dhe do vlerësoj akoma më shumë përgjigjet e pyetjeve rreth asaj teme që unë prezantova në fillim. Faleminderit, unë desha të them që në fakt titulli më të rëndësishëm unë kam qenë profesor në universitet. Se sa këto ditë të parët. Më fali këtu dorëzohem unë. Dhe unë jam i shkencave të natyrës, kështu që është edhe domethënë nder më madh se sa po përmendet. Do të thënë ju keni qenë profesor në universitet. Unë kam qenë pedagog i matematikës. Jo, i informatikës. I informatikës ku? Po. Sigurisht, Fakultetin e Shkencave të Natyrës, dega e parë informatikës. Informatika për herë të parë ka filluar si degë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës në vitin 1984, ku unë kam pasur privilegjin të jem antarja e asaj katedre. Dhe deri në cilin vit keni qenë pedagog? Kam qenë deri në vitin 1993. Deri në 1993. 2 vite të fundit kam qenë shef i katedrës së informatikës në Universitetin Politeknik. Tani ai fakulteti i shkencave atje po prodhon shumë figura që janë bërë pjesë e politikës, po jo politikës, ju sfuteni te politika. Ju futeni te drejtuesit, po them, të institucioneve të rëndësishme të shtetit shqiptar. Faleminderit, edhe aq më duket shumë, po jo pa arsye, Fakulteti i Shkencave ka nxjerrë të tillë, unë jam nga ato, por arsye shumë e thjeshtë. Ka qenë fakulteti më i mirë në Universitetin e Tiranës. Edhe siç u thash përpara, ka qenë privilegj që unë kam qenë student edhe pedagog në atë universitet. Për fat keq, ekonomia e tregut bëri ato. Po celat? Përveç jo, si është puna, nuk është se e lash. Saktësisht ka qenë koha e vitin 1993, kur unë sapo mbarova një postdoktorat në Barcelonë në Spanjë, në Universitetin Politeknik të Barcelonës, në të cilën mu ofrua një vend në katedrë, kur u ktheu në pushimet e verës, isha dhe supozore të filloj me një shator andej, erdha në Tiranë, jo dini që unë kam qenë i lidhur, në qoftë se dini, unë kam qenë i lidhur me lëvizjen demokratike, si pedagog i ri, ku studentët mi ishin ato që bën, meqense ka qenë dje dhe dita e rinis për të punë, dhe më ofruan që të bashkosha Ministrisë Jashtëm, pasi në atë kohë u bën reforma që u lëvizën diplomatë të vjetra dhe donin të zëvendësohen më të rinj, dhe ne ishim ato që dinë me një gjuhë të huaj. Kështu që kjo ka qenë një nga. Ju jeni përveç anglisë çfarë gjuhë tjetër? Spanjishtën?
Anglisën e kam mësu më vëmbile, po, mësova spanjishën atje, flisja frëngjisht, ma kam mbrojtur frëngjishën, se me duheshe për doktoratën. Tamam, gjithë ta frëngjishtë dini të partë në atë kohë. Ishte dhe më thënë, diçka që ishte dileme madhe për mua, unë nuk kam pas një ambicie për të hyrë në politikë, as për të hyrë në shtet në thelb, si akademik kisha dëshirë të vazhdoja. Po ashtu shkuan rrethanat dhe unë fillova punë në Ministrinë e Jashtme në 93-in, në fund të 93-it, dhe pastaj punët rrollën. Ato që ndodhen. Tani unë di dhe një fakt tjetër se e nisëm me këtë, po më duken shumë interesante. Ju keni mbaruar shkollën Skënderbej. Tani unë këtë kapërcimin, se për veten time e di këtë kapërcimin, tani na tregon ti këtë kapërcimin, se unë them që kush bën këtë lloj kapërcimi ka kapërcyer Lberi, sikur ka ndruar gjini që nga ushtarak të kalosh profesor. Si që morë vesh edhe unë që ju keni marrë shkollën Skënderbej, pra ju dinë se për çfarë flasim në këtë pikë. Shkolla Skënderbej ka qenë një shkollë shumë e mirë si shkollë, jo vetë keni qenë pjesë e saj, në kuptimin që ka qenë një gjimnaz, unë kam marrë gjimnazin. Po, gjimnaz, edhe unë gjimnaz, a ishe gjimnaz. Këtë cilësisë studentëve. Për fatin e mirë, unë kam qenë nga ato që kam qenë studenti mirë atje. Nxënës i mirë më saktë, në 74-ën, kur mbasi mbarova maturën, ju e dini procesin e përzgjedhjes për pilot, unë u zgjodha që shkoj pilot në Vlorë. Pa dëshirë. Aty nuk shkosh me dëshirë. Aty bëshim prova, rreth një muaj prova. Jo, kishe dëshirë të shkoje? Kishe? Po, kishe dëshirë. Për pilot? Shokun tim më të mosh atje, kështu që shkuam bashkë. Dhe në 74 nuk kam qenë në Vlorë, në shkollën e aviacionit Vlorë. Dhe për fat keq doli që unë ne bonim çdo 6 muaj bonim analizat plota shtetësore, pasi shëndeti ishte themelor atje, dhe mu më zonë që kishe probleme stomakun, kështu që më thanë që nuk mund të vazhdosh më si pilot. Unë më zgjidha shumë, sigurisht, sepse e pata me shumë qef. Pa. Tani si me stomakun tani? Shumë mirë. Pas kanë nxjerrë kot ata. Shumë mirë. Ta pas kanë bërë në një punë të vogël. Nuk besoj se nuk kanë nxjerrë kot, për arsye se në atë kohë kishte probleme, domethënë, shiko, unë në vite jam kuruar, jam bërë, po ultra, që në atë kohë ishte e kuptoj. Kështu që më thanë ke dy zgjedhje të shkosh në shkollën e bashkuar ose të rrish në shkollën e aviacionit si teknik ose si specialist instrumentesh. Unë nuk pranova, thashë qose, edhe për në universitet. Unë kam qenë student i mirë në atë kohë, por si që biseduam pak përpara, në atë kohë ndolli përmbysja e madhe në ushtri. Viti 74. Deri 74-ën ushtria kishte kotët e veta në universitet, ku çonte studentët e mirë të vetët për llogaritën e mjesis mbrojtjes në të gjithë degët e universitetit. Në atë kohë shumë çdo gjë, dhe nuk u bëj mundur kjo punë, megjithatë me thënë drejtën kam pas një përkrahje të jashtëzakonshme nga leadershipi i shkollës, kanë qenë për shkak të rezultateve. Isha aty dhe unë nuk pranova të vazhdoj në ushtri dhe kërkova të ikë nga ushtria, kështu që për të ikur nga ushtria të shkoj ushtar. Dhe unë shkova ushtar. Unë kam bërë 2 vjet ushtrin, po. Çfarë thua? Kam bërë 2 vjet ushtrin në shkollën e aviacionit, por si ushtar në ushtar. Një pikë. Do të thënë ushtria humbi një oficer, po fitoi një matematikan. Dhe në 74-ën, për çudim erdhën më thanë, domethënë leadershipi i shkollës më thanë, shiko, ka një drejt studimi për matematikë që se merr kush, do të shkosh? I thash po. Sa ishe mesatar? Unë kam pas mesatarën atëherë 9.6. Ishte mesatar lart për kohën tonë, sepse në atë kohë ishe 9.6 në shkollën Skënderbej, e di vetëm atë. Jo, po edhe në atë kohë nuk ishte luftë për mesatarën. Brezin pas me ka filluar ajo mesatare që duhet të shkojë në universitet e kështu që nuk kam qenë student i keq, le të themi kështu. Jo, faktikisht. Dhe kështu që përfundova në 74, unë kam nga ushtria mbuluar me 28 gusht në ushtria, dhe me 1 shtator kam filluar në fakultet shkencave civil. Domethënë, jo, student. Si student dhe pastaj direkt pedagog. Vite brapa, pastaj më morën për pedagog. A ju shkoj në ndërmend që një ditë kur studiove dhe kur diplomohet, që një ditë ti mund të ishe diplomat, mund të ishe ambasador në NATO, mund të ishe shefi i shërbimit sekret? Ëndra më e madhe ishte të ishe pedagog atje. Sikur do të jetë edhe ata ëndra, as nuk e ndroja. As atë? As atë absolutisht jo. Nuk kisha shoqë shumë më të mirë se vetja, megjithatë për çudi të madhe, merrëm thirrën tan a vjen në universitet dhe thash po, edhe kjo ka qenë vitin 84. Po mirë, kështu ndonjëherë patë mundësi në një avion ta drejtoje në jetën? Jo ta drejtoje, po të fluturoja me shokët e mi. Dyshë, se unë kisha para disa kohësh një pilot këtu, thash ky është i vetmi pilot nga Kuksi, po një nga ata
Kush ka qenë ky po kryeqytet? Se va vend. Dhe unë mendoja që kjo e pilotit ishte një çik kështu toskërishte. Ishte toskërishte. Ishte, kam të drejtë domethënë këtu. Po, domethënë thjesht ke qenë me një bashkë drejtues atje të avion. Me instruktorin. Me instruktorin e mbrapa, po për pak vetëm një herë vetëm edhe aq. Kaq, një herë vetëm? Sepse dola shpejt dhe pa kështu që u mbylla e punë. Dhe se e nisëm kështu po, dhe dy detyra kaq të larta, ju thatë që nuk i kisha menduar ndonjëherë, si ndje sot që i ke mbaruar tani, se i ke mbaruar mandatet. Ka qenë një eksperiencë shumë e mirë. Shumë e mirë? Desha të them që me që se më futën në biografinë time, unë kam qenë në Kanada për 11 vjetë. Dhe ati kam qenë computer programmer në kompaninë time. Po? Dhe atëherë kur më po ftesat vija si zëvendës ministri i teknologjisë në Shqipëri. Po, që ka qenë ministri Zoti Pollo? Aty ku ka qenë ministri Zoti Pollo, më po ftesa për të punë. Mendova gjatë, kam menduar rreth 6 muaj për të punë, edhe vendosë që të vi këtu. Kështu që unë kam 2 vjet e para, mbas kthimit nga Kanada, kam qenë zëvendës ministri i teknologjisë, i ICT-s, Information and Communication Technology. Dhe në 2012, në kurs 2012, më ofrua detyra për të bërë drejtori i shërbimit. Ishte zgjedhje e vështirë, nuk ishte zgjedhje e kollajshme, me thënë drejtën, nuk e kam marrë, sepse e di se sa përgjegjësi ka brenda saj, por betova që me qenë se unë e bëra sakrifizë e errta, u ktheva mbrapsh në Kanada, ku unë kam qenë shumë mirë. Si profesionalisht, si ekonomikisht, dhe gjë ka qenë mirë. Atëherë, vendosë ta marrë detyrë. Dhe për që di, zyrat ishin në shkollë Skënderbej. Ta pra këtë, se sa të thosha këtë, po si ka mundësi, regjia, në qoftë se më ndihmon me ato foton e shkollës Skënderbej, shkruan atje shish, po mirë po tani, por si ka mundësi, ti ke marrë shkollën Skënderbej dhe drejtori i shishit aty në atë godinë e studimit. Po. Tani, sigurisht që ju jeni nga ata zyrtarë që unë e kam kuptuar që ju ruani jo thjesht etikën dhe sekretin, por ruani atë që është shenjtë kur e merret detyrën dhe nuk i hyj asaj gjë. Por një gjë dua të pyes, ju tha që nuk e kishte menduar ndonjëherë. Tani, çfarë lidhje kishit ju, po bëj një pyetje naive, çfarë lidhje kishit ju të drejtoheni shërbimit informatik, sepse ne mendojmë kështu, ne që dim atje brenda, ne mendojmë kështu që duhet të jesh minimumi të kesh pasur një lloj lidhje me atë profesion. Padyshim. Shiko, së pari, një nga miqtë e mi më të afërt, më di që sot është pak sakrilegj për ta thënë, ka qenë Zoti Bashkim Gazete, Indjeri Gazete, me cilin kemi qenë pedagog bashkë. Me qenë do të thënë, ju Gazete, Fatosklosi, gjithë atje Gazete më ka ofruar të jem që në mars të 2000, sapo ai u emërua drejtor, më kërkoi të shkoja bashkë. Kemi qenë miq. Dhe i thash, jo Bashkim sepse unë do shkoja për këtë që thash për një postdoktorat research në Barcelonë, thash unë kisha fituar një Bosch Tempus, ka qenë atë kohë. Në universitet thash kam qenë ndjek karrierën time, domethënë karrierën time si profesor në universitet. Pakort, është gjithë e jote. Kështu që unë ika atje kam nejtë 5 muaj në Barcelonë, dhe kur ktheva nga Barcelona, si që thash, më ofrua që unë të bëj bashkosha miqësisë jashtme. Po, dhe karriera e jashtme si diplomat i ri, unë kam nejtë rreth 1 vit atje, kam qenë sekretari parë i ambasadës sapo hap ambasadën në Riyadh, në Arabi Saudite. Dhe kur ktheva nga aty, desha të kthehem përsëri në universitet, të vazhdoj atë jetën universitare. Atëherë më ofrua që shiko, ne kemi shumë nevojë për një drejtues të shërbimit të jashtëm në shërbim informativ, pra ai që është quajtur atëherë kati 4 në kohën e sigurimit shtetit, po që ishte përsëri. E mendova gjatë, siç u thash, do thërë okej, do ta pranoj. Kështu që kam qenë në ministrinë e jashtme si drejtor i shërbimit të jashtëm të shtetit shqiptar. Të shtetit shqiptar, kështu që dhe kjo ka qenë deri në vitin që unë shkova për në Kanada. Do të 96, 97? 98, më saktë. 98. Ju ishit drejtori i shërbimit të jashtëm. Fatosklosi atëherë, që unë kam pas profesor dhe kam pas mik, më kërkoj që të rije, thash jo, unë do të vazhdoj jetën time. A ti më kërkoj Fatosklosi? Po. Çakti, profesor Klosi? Po, kjo është e vërtetë, A ishte profesor juaj? Ai ka qenë profesor fizikës,
Juaj. Jo, mos u ka dhënë mësim direkt, fakti, po ka qenë profesor me emër në Fakultet Shkencave dhe më thash jo, unë do shkoj. Edhe fillova në privat, pastaj fillova. Edhe gjë shumë e thjeshtë. Profesionin tim unë paguasha 5 herë më shumë, 3 herë më shumë në privat se sa në shtet. Jo, ju mund paguashit më shumë edhe kur ishit ambasador NATO dhe drejtori i Shishit, po keni zgjedhur megjithatë ambasadori i NATO. Ishte periudhë tjetër, mos harrojmë. Ka qenë delikat. Kështu që meqense mua më doli për shkuar në Kanada, vendosa shkoj në Kanada, me fëmijët ishin relativisht vegjël në atë kohë, kështu që kjo ka qenë arsye që unë shkova dhe fillova në edhe iga në Kanada, ku kam qenë mbi 1 dekadë, pastaj siç e thash kam martu, kam filluar detyrën e drejtorit, është një periudhë shumë interesante. Unë vetëm kaq mund të them, unë kam respekt për njerëzit me të cilët kam punuar, kemi qenë kohë të vështira me qira fjala, shumë vështira, por një gjë kam kuptuar. Po? Po zbatosh ligjin, je i mbrojtur nga çdo gjë. Kjo është, po të zbatosh ligjin, je i mbrojtur nga gjithçka. Unë kështu them. Ato 5 vite si ishin vështira. Shumë të vështira? Dhe ju keni punuar me dy... Jo shumë të vështira, po të vështira, po. Ju keni punuar me 2 kryeministra, me zotin Berisha dhe me zotin Rama. Presidenti i asaj kohë ishte Bujar Nishani, që ju dekretoi, dhe pastaj juve vazhduat, do të thënë karrierën me zotin Rama. Tani, vetëm George Tenet ka punuar me 2 presidentë. Edhe Visho Ayazi në Shqipëri me 2 kryeministra. Se kam bra me asnjëherë për të punë. Sepse thash herë tjetër, ishte shumë kollaj. U bëhet detyrën time, ishte si kur ishte kryeminist, kur ishte president. Dieshe qartë, ishte përcaktuar në ligj se si është marrëdhënia me kryeministin, si është marrëdhënia me presidentin, dhe kushdo që ti ishte punoshë kollaj. Jo, çfarë ndodhi me Edi Ramën që pa ardhur ai u sulmonte. Kur erdhi pastaj tha se unë nuk do ta sulmoj këtë njeri. Pyetje interesante kjo, së pari unë besoj që Edi Rama kuptoi që unë nuk merrem nuk merrem me gjëra tjera përveç se me ligjin, përveç se me detyrën time. Si e kuptoi se Rama nuk e kupton lekët, ë? Po, nuk ka se kemi qenë miq që ditë e para, kemi pas shumë probleme me njëri tjetrin. Por përfundimisht domthonë jemi ndarë në mënyrë miqësore. Kur u binda ai që Visho Ayazi nga 2013 deri 2017 do rri me mua? Unë të ta mbyllja këtu. Mirë, megjithatë unë të falenderoj për gjithë këtë. Tani për pjesën e NATO-s do flasim pak. Apo do flasim pas asaj. Çfarë nuk është sekret. Okej, patjetër. Ta thash që në fillim atë. Do kemi një ndërprerje publicitare për ta relaksuar dhe për të kaluar në temën tjetër. Publicitet, kthehemi sërish në studio. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefonin juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja. Faleminderit, kthehemi në studio, jemi gjithnjë me Visho Ayazi Likën, madje do të pyes edhe këtë, je i vetmi shqiptar me shkruar 2000 emra. Kam edhe për këtë një shpjegim, por nuk pa jap në televizion. Okej, është e drejta juaj. I nderuar, ne do flasim edhe për detyrën tuaj si ambasador i NATO, sepse është një nga detyrat, unë besoj, një diplomat, do thënë, nuk ka më lart pasaj. Vetëm kur të futemi në BE, pasaj ajo është tjetër, dhe ambasadori i BE-s, unë nuk besoj që është më lart se sa ambasadori i NATO-s. Por unë